Këtë vit do jetë festa e luleve një javë festime. Ne nisim me datën 1 maj, pra nesër. Do të ketë panajire të luleve, sigurisht dekoret e qytetit me lule. Lulet do jenë kryefjala e kësaj feste, siç është edhe tradita e shkodranëve që gjithmonë kanë kultivuar lulet dhe ky njihet si qyteti i trëndafilave dhe luleve në përgjithësi. Do ketë organizime të ndryshme, punëtori për fëmijët, për mbjelljen e luleve, pak edukim mbi se si duhet kujdesemi për lulet edhe për bimët në përgjithësi. Do ketë aktivitete kulturore pafund, qendra kulturore e fëmijëve është pjesë e këtyre festimeve. Do ketë koncerte çdo natë tek Pedonalja, duke filluar që nga data 1 me datën 2, me datën 3 festës luleve i bashkohet edhe Swing Marathon, që këtë vit do jetë një gjë shumë e veçantë sepse do jenë 2 festa bashkë. Dhe me datën 6 bëhet përmbyllja e këtyre festimeve, do jetë një javë e mbushur plot me ngjyra, me festë, me çdo gjë. Patjetër, ftesa është që për çdo njeri i cili nuk jeton në Shkodër, mund të vinë dhe kanë një fundjavë të mbushur plot me aktivitete, duke filluar nga paraditja, me aktivitete ndryshme gjatë ditës dhe darka që do jetë me muzikë dhe festime.